Mimber.live ofron një modul studioje që ju lejon të ngarkoni videon dhe të merrni titrat dhe transkriptin e atij përmbajtjeje. Ju mund të shtoni një video përmes një linku nga YouTube, Facebook ose X, LinkedIn, Vimeo dhe disa platforma të tjera. Është shumë e lehtë të ngarkoni një video thjesht duke ngarkuar atë nëse nuk keni asnjë nga këto burime. Por shumë shpesh, rasti do të jetë thjesht të kopjoni linkun nga YouTube. Klikoni për ta futur atë në program, zgjidhni gjuhën origjinale të folësit dhe vendosni në cilën gjuhë doni përkthimet. Në këtë rast, për shembull, do të zgjedhim anglishten dhe pastaj klikoni te fillo procesimin. Dhe pastaj do të fillojë gjithë procesi dhe renderimi i këtij videoje me cilësi të lartë. Do të mund të shihni pikërisht këtu në ekranin tuaj se si videoja po shkarkohet dhe po përpunohet. Kjo zgjat rreth 1 minutë natyrisht në varësi të gjatësisë së videos, pra do të vazhdojmë sapo të përfundoj ajo pjesë. Mirë, tani që videoja është përkthyer, mund të klikojmë thjesht mbi atë video për të hyrë dhe për të parë një pamje parapake të videos. Mund të shohim transkriptimin origjinal, përkthimin. Mund të redaktojmë segmentet veçanta ose mund të redaktojmë gjithçka një herësh. Gjithashtu, mund të bëjmë ndryshime në një frazë caktuar që përsëritet shpesh dhe është përkthyer gabim. Për shembull, mund të shkarkojmë edhe transkriptin, skedarin SRT të përkthyer. Përveç kësaj, mund të zgjedhim gjithashtu ta bëjmë videon të dukshme. Thjesht me një klikim, merrni një faqe interneti me përkthimin dhe transkriptet dhe me mundësinë që shikuesi të zgjedhë gjuhën në të cilën dëshiron të shikojë videon. Për shembull, gjermanisht. Në këtë rast, i duhen vetëm disa minuta shikuesit që të marrë videon në një gjuhë që e kupton. Sigurisht, sapo një shikues ta bëjë këtë, të gjithë të tjerët që duan ta shikojnë në atë gjuhë e kanë videon të disponueshme në gjuhën e tyre. Gjenerohet gjithashtu një link i veçantë me URL gjermane dhe titull në gjermanisht me përshkrim dhe transkript në gjermanisht, gjë që rrit ndjeshëm dukshmërinë dhe SEO-n në faqes suaj të internetit, sidomos nëse keni zgjidhjen white label dhe vendosni domenin tuaj brenda kësaj aplikacioni. Pamja është shumë e thjeshtë dhe e qartë, siç mund ta shihni këtu. Pra, si shikues, mund të zgjedhësh dhe të rregullosh përkthimet dhe dimensionet specifike të shkronjave të titrave, të personalizosh plotësisht dizajnin, madje të ndryshosh sfondin, të kalosh në ekran të plot, të heqësh transkriptin ose ta rikthesh atë. Kjo siguron që absolutisht të gjithë mund të ndjekin shumë lehtë të gjithë përmbajtjen tuaj. Gjithashtu, siç e përmenda, është e mundur të marrësh një përshkrim të videos, pra në domenin tuaj, një listë e të gjitha videove tuaja që i keni përkthyer. Është gjithashtu e mundur ta marrësh këtë edhe sipas domeneve në gjuhë të tjera. Tani le të kthehemi këtu te origjinali. Dhe kaq ishte. Këtu, me vetëm një klikim, mund të marrësh përmbajtjen tënde në shumë gjuhë të tjera dhe ta bësh atë të aksesueshme globalisht.